Edhe vetë rrugtimi personal i jot i tregoi që ti bëre zgjedhjen e duhur, krijove një dimension të ri të vetes tënde, për të cilin dua të më flasësh si u ndjeve kur u gjende si rezidente në Stamboll. Duke pasur të ngarkesën e madhe në Shqipëri, kur shkova atje, isha shumë rehat, sepse thjesht nuk doja të kuptoja gjë edhe nuk isha nevojën që të merresha me diçka. Dija thjesht pak fjalë nga gjuha turke, çok güzel, dhe kur më shihnin ata, thoshin, o sa e lezetshme, pra isha në këtë gjendje. Por kur kaluan ja 3 muaj, kuptova që unë kam bagazh, unë di të flas, unë kam studiuar, unë mund të shpreh mendimet e mia dhe mund desh patjetër të filloja të mësoja gjuhën turke dhe e mësova lehtë, por sa i përket karrierës më duhej që jam një njeri që sado e dua ndryshimin, dua edhe arritjen, pra më duhej të bëja diçka. Nuk është se unë shkova në Turqi me idenë që unë thjesht do qëndroj në shtëpi.